E dim që të ëmblat na pëlqejnë shumë, në anën tjetër tanë kohën rekomandohet që mos të konsumojmë shumë sheqer, sa më pak sheqer. Kështu që një ide sot, me shumë vlera ushqyese për të gjithë ju që keni krizat të ëmblës, që ju ha diçka ëmbël, do ta keni një recetë super të shëndetshme. Bëhet fjalë mund ta quaj deri diku si çokoladë proteinike, pasi që përmban mjaftueshëm fara të kungullit, fara të lulediellit dhe fruta arore. Të gjitha këto mund t'i përzgjedhni sipas dëshirës tuaj. Domethënë çfarëdo që ju pëlqen, mund t'i shtoni, çfarëdo që keni në shtëpi mund t'i shtoni, madje edhe fruta të thata, pse jo. I duhet pak yndyrë, unë kësaj radhe po i shtoj pak yndyrë të susamit, ndërsa fara të susamit këtu nuk kam, sepse nuk pata, po t'i kisha do t'i shtoj, kështu që po e zaventësoj me yndyrën e susamit, ku aty kemi kalcium. Në fillim, të gjitha këto produktet, këtu kam kokosin, fjollat e kokosit, lajthi, badema, farat e lulediellit, farat e kungullit, kaju, çfarëdo që keni, prapë e përsëris, dhe ara, këtu lajthit janë të kombinuara me ara, patjetër pak omega 3 na duhet. Zakonisht këtë çokoladë kur t'ja jep djalit, atëherë edhe ndihem mirë, se e di se çfarë konsumon. Kështu që krejt çka duhet t'i bluani në procesor të ushqimit, nëse nuk e keni në çfarëdo mënyre ju që i bluani, qoftë edhe duke i thy, duke i ra me diçka të fortë, i vendosni në një kese dhe i rahni kështu derisa ta marrin atë formën pak më të dhe do të piqen në furrë. Pasi që të piqen, ja shtoni çokoladë zezë sipër. E lani të ftofët dhe pastaj vetëm e ndani, unë zakonisht e mbaj tani nëpër porcione të qelçit në frigorifer dhe janë të gatshme për konsumim. Atëherë po fillojmë spari me kokosin, pasi që fjollat e kokosit i kam kështu pak më të mba. Shtoj të gjitha të tjerat. Sidomos farat e kungullit, shtoni sa më tepër. Shikoni çfarë teksture merr. Tash unë këtë teksturë, siç është, shpesh herë ndaj një pjesë të vogël dhe e kam të gatshme qoftë për musli, qoftë për puding me fara kia ose diçka të ngjajshme, duke ja hedhur sipër ose edhe sallatave. E tash vetëm t'ja shtoj yndyrën, shumë pak yndyrë. Edhe një përzierje shpejt dhe gjithçka është gati që të piqet. Normalisht, di një letër kuzhine. E ta shkojmë. Shikoni çfarë ngjyra bukura. Vetë ngjyrat tregojnë për vlerat ushqyese që i përmbajnë. Dhe në pjekje në 180 gradë, derisa frutat arore ta lirojnë yndyrën e tyre, njëkohësisht marrin shije dhe më të mirë. Do të shihemi pas pjekjes. Ja pra, frutat arore bashkë me farat, shikoni çfarë pamje të mirë kanë marrë. E tash mbetet, shikoni. Përcini mirë.
Betët, tash kri çokoladën. Çokoladën gjithmonë e përzgjedhni të mirë, të zezë, do më thonë me përqindje të lartë të kakaos, pasi që vetë kakao përmban një antioksidant. E tash krejt këto, ja hedhi çokoladës, përzihen mirë dhe i vendosni ose mbi letër kuzhine, ose në këto shportat, si unë, në mënyrë që të bëhen si ato çokoladat e bleme kështu. Përndryshe në letër të kuzhinës mund ta shtrini, shteni mungri dhe pastaj e keni të gatshme. Nëse doni një metodë tjetër, edhe ato do t'ju tregoj në një nga edicionet e radhës. Çokolada është gati, e tash e shtoj frutat. Përzihet mirë. Tash njërën pjesë këtu. E shtrini. Në konsumimi në sasi të vogël, pasi që ju ngop për arsye të përmbajtjes që është mjaft e mirë. Të gjitha janë kalorike, kështu që edhe pse është shumë e shëndetshme, konsumimi me terezi. Vazhdoj me mbushjen. Këto janë, do me thonë, opsionet, a doni kështu apo kështu. Dhe duhet presim derisa të ftofën. E tash të kjo do t'i shtoj edhe pak krip. Nuk e di a keni pa trendin, çokoladë me krip. Mirë po, kripa duhet jetë shumë e mirë. Do më thënë, nuk mundeni çfarë do kripe t'i shtoni, duhet jetë e detit dhe duhet jetë cilësore. Zakonisht prej kripës së mirë marrim shumë minerale, kështu që vetëm pak. Kaq. Presim derisa të na ftofën. Ja dhe çokoladat janë gati. Shikoni çokoladën tjetër, shikoni mbrensinë. Flet vetë apo jo. Edhe për vlerat ushqyese, edhe për shija. Uroj ta gatuni dhe t'i shijoni, me të vërtet është mënyra më e shpejtë, më e lehtë dhe më e shëndetshme sa i përket të konsumimit të ëmbëlsirave apo sheqerit. Kaq nga unë, takohemi nesër. Mirëmbëçi.